tregojnë që këtu shteti është një pjesë e mirë e policisë shtetit, sakrifikojnë më sa kanë mundësi për të marrë një rrogë sepse i heqin nga puna, një pjesë tjetër e policisë është i lidhur me krimin. Këtu në Shqipëri territori është i ndarë nga grupet kriminale. Këtu ka më shumë autoritet grupet kriminale në territor se sa policia e shtetit. Policia e shtetit nuk ka mundësi ta kontrollojë territorin. Policia e shtetit ka degraduar që në momentin e parë që i fusin në bankat e shkollës ose në ato kurse që i qojnë, marrin persona me precedent penal sepse nuk shkon kush mo, ose nuk i duan, ose ka ikë rinia, dhe marrin ato persona të cilët shkojnë me qëllimin jo për të bërë policë për të shërbyer qytetar, po se si do të vjedhin. Dhe të gjitha këto probleme kanë ardhur sepse që në fillim të herës në përfushata elektorale politika partia socialiste që është mbështet këta grupe kriminale i përdor për fushat, për të fituar zgjedhjen. Këta grupe kriminale të cilët dihen se kush janë, duke përdorur për zgjedhje nesër, ai polici e di që këtë e ka përdorur filan deputet, filan politikan. Ne kemi kryeministrin që ka dalë ka thënë publikisht hakshin kokat e njëri tjetrit. Ne kemi ministrin që thotë unë nuk mund të hy në kuzhinë. Po. Polici do të hy dhe në kuzhinë, atje në kuzhinë. Nuk hy polici realisht në kuzhinë, po hy fryma, hy besimi i qytetarit tek ligji. Po sot po përcjellin në frikë nëpërmjet policisë shtetit sepse tash çka ka ndodhur. Grupet kriminale dhe policia e shtetit, një pjesë e mirë e policisë shtetit, jo gjithë janë bërë përballë qytetarëve. Që do të thotë e shohin qytetarin si armik. Krimi